Çfarë më ka dërguar Sheni këtë herë? Dërguar, se disa njerëz e kanë shumë merak që unë ta theksoj që mi kanë dhënë falas dhe nuk i kanë paguar. Mi kanë dhënë falas o Miraklin dhe tani do t'ua tregoj se çfarë më kanë dhënë falas ta të Shenit. Nisim me këtë doglën. Këto janë këto streçet, është hera e dytë që i marr këto. Ato të para që më janë ngrisur pak këtu. Këtu te këmbët këto janë material i holl, si get tamam, ndërsa këtu janë material shumë i trashë, po të mbajnë me të vërtet shumë ngrohtë. Mora edhe një palë të tjera që ti kem për të ndrruar. Vetëm ato ishin tek ajo pako e vogël, kështu që hapim të dytën. Sa më pëlqeu kjo kur e pash atje tek foto. Për to që ti provoj apo do t'i provoj vetëm për t'ua treguar pak se si rrin. Tani kjo është palto fustani, them, nuk e di nëse ka ndonjë emër tjetër. Rika pak e gjerë, po kam përshtypjen me një rip këtu, nuk e di, do ketë ripin e saj. Normalisht poshtë do vishet me ndonjë fund, do i vesha me këto streçe që ju tregova pak më parë, që nuk çohet këtu, çohet pak më lart. Kështu. Ja. Është pak e holl, me thënë drejtën, dhe në foto dukej pak më e trash. Kalojmë te tjetra. E pas ka një rip pantallona. Pas kanë si material si kadif, jo, ai kadif i trash i mirë normalisht, janë të holla. Kështu duken, besoj që jepet ideja. Të qenë të rehatshme janë, kanë edhe këtë ripin. Nuk besoj që do i përdor këtë ripin, do i përdor në rip të timin. Ta çoj këtu më mirë unë këtë ripin. E bëra një outfit. Po ja, me ripin shikoni sa bukur që duket. Kjo bluzë. Është kështu një bluzë e thjeshtë, e lezetshme. Është një bluzë komplet e thjeshtë. Nuk është se i kam shumë qejf këto që duken kaq shumë recipeta. Se sado ti veshësh edhe ngjyrë mishi prap duken, edhe prandaj nuk më pëlqejnë shumë kur i marr kështu të bardha. Kam përshtypjen që kam marrë edhe një të njëjtë me ngjyrë të zezë, po ta shikojmë. Nuk kujtova pse i kam marrë këto pantallonat, e kam marrë për këtë këmishën. Ta provoj tani. Misha është material i holl për të qenë, po nuk duket si material i keq. Normalisht duhet futur brenda, nuk do rri kështu se ç'a jemi ne. Ja, diçka e tillë kështu. Thashë kisha marrë të njëjtën bluzë me dizajn të njëjtë. Kjo që nga pak më e holl se sa ajo e para. Ky është një fund. Ky fundit e mendova edhe me këtë këmishën, mund të shkoj. Ka këtë materialin si kadif edhe kjo, por materiali holl. A i thon kadif kësaj, po kadaif. Jo, po baklava. Ti mendoni me këta vesh me këtë fundin apo me ato pantallonat kafe? Marr një fund tjetër që edhe kjo mund të shkojë. Shumë i bukur edhe ky, po shumë i shkurtër fatkeqësisht. Pavarësisht se unë jam e geta që nuk ka shanse që të duken, po prap këtu duket kjo e prera e getës që nuk e vlen fare, domethënë. Presoj shumë që kjo bluzë mos më shkënjej se mezi po e prisja. Është blu e thjeshtë. Ka këtë materialin si e bër me dorë vet, po mua nuk e di pse më ngjiti ai shumë. I vesha me këto pantallonat e bardha, që këto pantallonat i mora ka stile për këtë bluzë. Sa kësaj si kam hequr akoma etiketën, po nuk e di, kjo mendoj që është veshja ime. Krijoj një stil të ri që të vishem vetëm kështu. Okej, këto ishin domethënë të gjitha ato që kisha marrë, më pëlqyen, nuk mund të them që nuk më pëlqyen, kështu që do më shikoni në rrugët e Shqipërisë veshur me shenjë. Kështu i kemi ne pa buksat të Sheni blejmë. Tani linket dhe kodet patjetër që do t'u lënë në description, do t'i keni të gjitha aty produktet që kam marrë unë. Dhe ju falenderoj që më pat dhe më durua deri tani.